Përshëndetje nga kuzhina Njerit. Sot kam vendosur me përgatit ëmbëlsira të shpejta me kokos, çokoladë edhe qumësht të kondenzuar, po ashtu me dreza të mbushura. Krejt çka na nevojitet prej përbërësve janë 400 gram me kokos, drezat i kom pastru, ja kom largu pra të gjithet, edhe qumësht të kondenzum, tash sa na nevojitet për 400 gram kokos, edhe çokoladë të shkryer që kom qitë në një tenxhere ku kom qitë pra ujë të nxehtë edhe kom përzi çokoladën derisa u shkry. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Në një herë pra i kom qitë 400 gram me kokos. Tash marrim spari një dozë me qumësht të kondenzuar, cilën e gjeni pra në çdo market ushqimor, ka në Kaufland, kudo ka. Për momentin gjendem në Austri, po ashtu edhe këtu në këto marketet ushqimore ka, se e di prej kunotave që thojnë billa kanë pru edhe çto i gjanë në gjitha marketet. Përzina spari kokosin pra derisa të formohet një brum, me thonë jo me brum me mill, por me kokos, që munden pra me u formu këto ëmbëlsirat. Për 400 gram kokos, pra vetëm një dozë me qumësht të kondenzum, pra e kom qitë edhe kom përzi kokosin me qumështin e kondenzum, pra në gjitët kokosit dhe tamam. 2 i lojna për të tërherë. Tash i marrim pra dhe i formojna ëmbëlsirat rëmbullake. Tash pra ja ku me dhonë formën rëmbullake kështu. Edhe i renditim në një jenë tjetër, të gjitha pra derisa të harxhohet kokosi. E qesim drezat se kur të parën. Deri në fund edhe ja dhojna format. Bëhen tepër të shishme, të shpejta në përgatitje që kanë një kënaqë. Mbas ja kemi dhënë pra edhe format e ëmbëlsirave, krejt çto që na kanë dalë siç shihni, morëm tash çokoladën që kemi shkry, edhe ja qesim çokoladën përmi, pra i dekorojna me çokoladë kështu të shkryer. E lojna pra mandej derisa të ngrihet çokolada, edhe për me kafe e me llafe kanë mjo kënaqë nëse i përgatitni. Shumë të shpejta dhe shumë të shishme për ata që e pëlqejnë pra kokosin. Kështu pra duken mbasi që ja kem qitë çokoladën, veç ka fillu si që shifni me u ngri çokolada. Neve na befshin mirë, juve po ashtu nëse i provoni. Kanë një kënaqësi të vërtet edhe super të shishme edhe super të shpejta. Faleminderit për përkrahin që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina Njerit, ju them miru pafshim.